Problemet nuk janë mallkim, janë pastruesit më të mirë të jetës, të rrethit, të iluzioneve dhe të vetës. Problemet nuk janë armikujt, janë pasqyrat që tregojnë se kush ka qenë gjithmonë gati të shes për asgjë. Problemet janë si zjarri, djegin gënjeshtrat, maskat dhe marrëdhëniet e kota dhe ti del më i qartë, më i fortë, më i vetëdijshëm për atë që ke dhe atë që meriton. Pse është mirë të kesh probleme her pas here? Sepse problemet janë testimi më i pastër i njerëzve që të rrethojnë. Ato të zbulojnë fytyrën e vërtetë të tyre, ato që fshehin pas buzëqeshjeve dhe fjalëve të zbrasta. Kur ti përballon dhe zgjedh ato probleme, sepse problemeve nuk u mungon asnjëherë thelb, kupton saktësisht kush e meriton të jetë në rrethin tënd të vërtet, kush qëndron, kush ikën dhe kush vetëm pret për momentin e duhur për të shkelur mbi ty. Mos u trem nga problemet. Ato janë shpata që pastrojnë rrethin tënd dhe bëjnë vend për ata që vërtet ja vlejnë. Ju faleminderit.